Shikues të emisionit Uniko, kemi ardhur sërish në ngjyrë në familjen Bitroshi, ku na u premtua ditë më parë nga kryetari i bashkisë, Marilyn Bisha, që do të ndihmohej familja Bitroshi në momentin që do kërkonte ndihmë dhe na u tha që do t'ju siguronte që ran qoftë edhe një punë. Ndërkohë ju deri në këtë moment nuk keni drejtuar bashkisë. Përse? Bashkisë Librash flas. Po, e di, do drejtohemi së shpejti. Po deri tani pse? Nga që jetojmë aty. Në Prenjas. Po. Dhe prisni që t'ju ndihmonte bashkia Prenjas? Po. Keni kontaktuar gjatë këtyre ditëve me bashkinë Prenjas? Ata thjesht thonë që sjell një kontratë qiraje. Po? Po kontratën s'kam ku ta gjej se s'ma japin. Pra nuk është se janë ofruar për ndihmë. Jo, janë ofruar. Po. Po tani si do zgjidhet, sepse nga njëra anë kemi nënën dhe babain që janë këtu, në fshat, se rrugë e bllokuar, dhe nga ana tjetër ti me 3 fëmijë, sepse kemi 2 gjendje të rënduara. Tani cila është zgjidhja që do bësh tani? Zgjidhja që do bëj, do shkoj do flas në Librash me kryetarin dhe çfarë do na ofroj ai, do flasim çfarë do na thotë. Si ju keni dhe 2 fëmijë të tjerë në shkollë? Po, i kam, duhet i tërheq. Duhet të tërheq shpërngulja, domethënë. Është e vështirë, në gjithë situata. Po, nëna, si e sot? Farsoj, Prapë, po. Cilë është meraku që keni gjatë këtyre ditëve? Meraku. Meraku për indëve që t'jenë më mirë, edhe meraku në vetës time me fëmijët, që të rregullohem disi. Me Ismailin keni pas në kontakt? Jo. Ai ka dashur të kontaktonte, unë nuk pranova. Nëpërmjet familjarëve të tij donte? Jo, kishte dhënë numrin. Edhe nuk pranova se çfarë duhet më thoshte mua. Çfarë kishte për të sqaronte? Nuk e di, nuk doja ta dëgjoja. Nuk doja se s'ka justifikim kjo gjë. Kjo ngjarje nuk. Po mira, ai qëndron prapë versionin që e ka bërë apo nuk e ka bërë? Se ty zonjë njëri tjetër përveç Ismailit ta ditë s'ka. Veç Ismailit. S'ka njëri tjetër. Unë mos e kam marrë prapë, sa ti të marrë liket. Ara në shtëpi. Po mirë. Edhe isha edhe pa bukë që më ram. Përgatit që bukën për. Ai tha, po i ndaj që i kësa të largojnë aty. A për vetën time. Edhe e di se kam njëri në shtëpi se e di se ma ka të rëtuta që për në gjonë. Ai që në të zajtë e që. Bëra ka për. A më qitë për fëmit të morë. Ai që bërë më futi hapjen ati burit hapjen dhe s'maj men. Në orën 5 vinë njëjnë me shkumë. Qa ore ka qenë Ismaili këtë? Se maj men. Po mirë, një ditë para ju ke thënë që ka qenë ke nëna të këti? Po, ishte. E ke të ka përcjell Ismaili si ka qenë? Po, e kështë qua gjithë të fëgoni. Disha të përcjellëm në fakt, a i tha që do dalën se kam punë. Tha, tili me fëmijë, se ku di që është më bjeshi. Edhe këshin dalë bashkë, besa tha mami më mbrapa, që këshin dalë bashkë. E kështë përcjell të fëgoni. Kështë të pyet për lekët e për Jo, këta? s'më sa kjo. Po, ma si ditë e ka ardha, apo atë ditë ka ardhë me ty? Të nesme, që kur e din të marron lekët të në. E kuptoj. Hajde, s'pam është merë një qunë. Me gjeti gojën më shkom. Si që thot, me gjeti gojën më shkom. Hajde, 3-4 ditë, të menë që parë. E kuptova se aje e ka parë. Edhe njërë la posën. Qa? Okej. La posën që Ismaili. Që këshin parë. E kishim pa që kishte Këshin ardhur. parë si kështë e të Kishte dyqanë. bërë një pjatë, një komshije për burin, në paket, kur kishte thirë, kishin hermene në gojën me shkumë. E këshin parë kur kështë marrë paketë, që kështë marrë dyqanë. Këshin thamë njerëzit që ishte. Gjithë kohës e ka refuzuar që kur nëna ta ka thënë për ditën e Po, parë. e Ka refuzuar, refuzoi, po çfarë po. thoshte? Cila ishte alibia? S'kam qenë, Nuk kam qenë punë, isha atje ku të thash, nuk kam pse e bërë, unë i dua shumë, mi respektoj. Kur i thoi që nëna po e thot, mami po e thot. Po i thash, po jo, duan të ma ngjesin mua, se Se bëhet kush e ka bërë, nëse këtë bërë ata që janë të gëshien.
një gjë që lindi nga intervista e dytë që ju keni dhënë në media është dhuna. A ka pas dhunë nga ana e Ismailit në drejtimin tuaj? Po, masi bëri këto të vllajtën e parë ishte agresiv në shtëpi. Dyshoj. Pyetja e njerëzve është kjo. Në intervistën tek Uniko ka thënë që nuk ka ushtruar dhunë ndaj Ne teje. kisha fjalën që Dhe pastaj në një intervistë tjetër që ke dhënë në media ka thënë që ka ushtruar dhunë dhe njerëzit thonë sa e besueshme është tani Elida për këtë. e kuptoj. Po unë kisha fjalën që punonte në këtë kuptim që nuk ishte nevoja të bësh kjo gjë, kupton, nuk ishte aq e nevojshme. I dhunshëm jo. Maj sa kalonim. I dhunshëm po u bë masi ndodhi me vllai. Ndaj teje. Po ndaj me që bëtiste në shtëpi. Bërtiste. Po. Pra dhunë psikologjike. Po. Kurse me fëmijët po. Me fëmijët i prekte me dorë, ato të dytin më shumë. Çunin e dytë. Edhe këtë i ka rënë kur ka qenë 11 muaj. Po i mbellik ishte. Po e kam fotot. E kam çunë. Ja, çfarë do bëje? Ishte. Ahmet. Edhe mua, do me thonë, disa koma pa më të pasur lishtin. Pse do bëja te nona të parë? Të gisht? Po, një që është kështu. Pse? Po bën debat, nëse do vija unë këtu, ai s'më linte. Po mirë, gjithë mërzia është pas Masi ndodhi me vllajin. masi ndodhi fej lidhje aty. Po, masi ndodhi lidhja aty u bë shumë keq sënë. Nga ana tjetër, ditën e djeshme më ka telefonuar vllai i Ismail, Iliri, Po. i cili thotë që ne kemi mbajtur shumë mirë Elidën, i kemi dhënë ndihmë një pjesë e gjërave që Elida thotë nuk janë të vërteta. Më ka dhënë ndihmë ai mua, jo asnjëherë. Më ka dhënë ndihmë vetëm një moto që është në Himar dhe një vllaj që është në Greqi, vetëm ata dy, njëri tjetër ja. Ai personi që ka thonë, nuk më ka dhënë ndihmë fare as pyes as për kalamajt as gjë. Dhe thoshte që edhe ai nuk thoshte mund ta besoj që e ka bërë dhe doja thoshte të ballafaqohesha me Elidën për gjërat që ka thënë. Se ky jeton në Belgjik. Në Belgjik. Madje thotë që unë i kam kërkuar Ismailin ta marr në Belgjik dhe ka qenë Elida që nuk e linte të vinte në Belgjik. Jo, unë i thoja gjithmonë që ik. Edhe vëllezërit që kanë në Greqi dy vëllezër, i kanë thënë hajde, nuk vente. Edhe motra ime, po. Edhe motra ime i thoshte që hajde në qeshit, hajde në papa, po nuk shkonte. Nuk shkonte, pra nuk është se e ke penguar, nuk je ti. Jo, normal, unë i thoja që shko punove. Se do fëmijë, ta kupton, ai linte vetëm çfarë punonte në Premjë se në Maqedoni. Kaq. Okej. Nuk shkonte larg. I kam thënë dhe njësë në mishë, në ta mjene në, pa jo. Shkonte rinte një gjysmë muaj, i vinte shpia. Gjysmë muaj. Një muaj, dhe aka raste. E thoshte që jo po ishte për na i keq, jo po ky bën të dhape, jo po ky shante. Të pyes, të përballesh me Ilirin, je gati? Për këto që ke thënë? Po nuk ka që ma i s'kishte të bështetje nga Iliri. As nga kush. Vetëm një moto e ka ndihmuar. Si mendoni se mund zgjedhet kjo ngjarje që mos ketë më pasojë, domethënë as për nënën, as për ju, as për vllajën, domethënë kemi një lloj sigurie, bashkëjetese. Që për prindrit. Prindrit janë që t'janë garantuar që mos të ndodhi më gjë tjetër. E di. Juve mos t'ju ndodhi gjë tjetër, vllajt jetoj si do jetoj me bashkëshorten. E di. Çka tani, unë prindrit tu kanë shtëpinë e vet. Unë sigurohem për vete normal, se kanë fëmijë. Po tani atë gjë e zgjidh vllai. Kemi një problem këtu që Keni një problem. vllai nuk zgjidh gjë. Dakor. Tani, e vetmja mënyrë është që unë tani që shikoj punën time, po dhe mund të jetoj me prindërit, nuk e di se si do vej kjo punë, sepse Ju mbështet njëri tani gjatë këtyre ditëve, ju ka mbështetur njëri? Vetëm prindërit e mi. Jo, flas ndihmë. Jo, asgjë. Askush, asnjë. Për ne e dha këtej nga që ishin këto pushimet me fëmijët. S'kisha asgjë në shtëpi, domethënë. E morën telefon. Që të keni zgjidhje dhe të keni ndihmë, kjo është, sepse dhe të keni strehim të garantuar. Po, për jetë. Po pjesën e vllajt ai e zgjedh vetë, ai nuk zgjedh gjë tani, nuk e di.
Tani, me i lirë, një gati të flasësh? Tani në telefon. Ta dëgjosh? Po, e dëgjoj. Po? Po. Po vetëm me qetësi të Po, po. se nuk është interesi. Shpresim të na hapi në... Po. Se dhe ai ishte në fund. Po donte të sqaronte disa gjëra që sipas tij ai donte të fliste në emër të familjes Kullogjevi, me sa më tha. Alo. Po më dëgjon? Po, zoti Ilir, më dëgjon? Po, Po të dëgjon dhe Elida dhe mamaja e Elidës, jam në shtëpinë e familjes Bitroshi, në cilën ju keni një miqësi, familja juaj. Dhe jemi këtu për atë që ju doni të përballeshit për pjesën e argumentave dhe për atë që... një sekund. Tani, Po, më dëgjon tani? të dëgjoj po. Unë dua me fol me ajetin edhe me lidën. Elida është këtu, ajeti është nga dhoma tjetër, sepse po mban fëmijët e vegjël. Në rregull, do dalë edhe ajeti Po, edhe mamaja e lidës. këtu është mamaja e Elidës, po të dëgjon. Atëherë, me mrama zonjë, Me mërëma, si një ajeni një, në parsojemi. Kemi mirë. më vjen shumë keq për ngjarjen që ka ndodhur. Po. Të them 1000 herë më vjen shumë keq, sepse jam prind vetë. Edhe nuk doja që të ndodhte kjo gjë me këtë lloj mënyre. Po. Radhë parë. Radhë të dytë. Kjo miqësi nuk bëhet kështu me gënjeshtra, me mashtrime nuk bëhet. Dhe nuk mund dilet para gazetarit që të thuhet. Vetëm Ismail Kullogjevi ka qenë dakord, nuk ka qenë dakord për martesën e punatit vet. Këta e tha jetë mirë, nuk e tha mami, nuk e tha shasun. E tha jetë mirë këta. Nuk e kam thënë unë, nuk e kam thënë unë. Më vjen shumë keq, nuk e kam 1000 thënë. herë kundra. E tha jetë mirë. Të familjes time. E tha jetë mirë këta që nuk e Nuk dakord. është ti të dalësh të japësh deklarat vetëm Ismailin. Po, Ismailin e kam parë shumë njerëz dhe dite ka ardhur sikur e dinte se kam marrën lekët edhe më ka dhënë hapje se çka ka bërë Ismaili. Do të dalë edhe ajo çështje, do të dalë edhe ajo çështje. Mos u merr nga ajo ti se Te miqësia. po të mante miqësina nuk e bën të ashtoj, të më helmos muet në helmos burrin, e të më marrë parat, më kalon Ta lek. pa lek, ta dish mirë që tati edhe mos unë e bërkës edhe unë jam si ma bëj fëmijën e mua, ma laf mi rrugët i men, ma laf mi rrugët i men. Të dëgjojmë po tani çështja ti marrë me radhë. Pra, Më dëgjoj me vëmendje kur të flasëm, më dëgjoj me vëmendje. Të ndjojon, je prind vetë për ta bëj prinit të me ty e ti, më le gjallë mua, ta dish mirë që, po na jemi të turët, po si na befti neve, Po të them. tani s'ka qenë gjithë 1000 letë, Më dëgjoj fjalën të edhe me të me. Pastaj të japësh përgjigjen tonë. Nuk ka më hon njëri të drejtën tonë me fol. Mas Ismaili mos e më hasën, Ismaili më morë lekën, Ismaili më desh më vdes, mos më kisha ashtë quni pe keqia ishe e maruar, me burre me vetë. Unë e vërteta ashtu Ashtu, pa e vërteta dëgjinë të një. Të lutem edhe një herë më dëgjoj kur flas. Ndjoj shumë mirë, unë se jam plakon, sa ty. Zoti Ilir, tani gjithë problemi juaj është për pjesën e miqësisë që ka rrëfyer jetë mirë që ka thënë po. Dua me sqaru zonjën gjatë, më dëgjoj fjalën deri në Po zonja nuk e ka thënë këtë në atë E ka thënë intervistë, jetë mirë, jetë mirë, jetë që mirë. jemi korrekt. Unë ja, Atëherë po do t'ja shpjegoj edhe mamas jetë mirë, Po?
Edhe do të flas edhe me të tjerë. Patjetër, por që ta marrim me radhë që zonja, Ajo ka drejtën e vet. po pra, zoti i lirë, një pyetje kam tani. Jetmiri është madhor dhe mamaja e jetmirit nuk mund të mbaj përgjegjësi për jetmirin, mba përgjegjësinë për Për veten e veten vet. time. Tani, ti nuk mund t'i kërkosh llogari mendimin tim zonjës për vendimarrjen e jetmirit. Atë lutem. Desha me i them që miqësia me mashtrim nuk mund të kinjeshti që të thuash vetëm Ismaili ka qenë kundra. Se këtu ka ndodhe gjithë problemi, se nuk ka ndodhë ma përpara pa u bo kjo lloj problemi o pa. Pse nuk ka ndodhur më përpara thot? Pse Elida nuk ka ndodhur më përpara? Pra kjo tentativa për t'ju marrë jetën me Valium ka qenë si pasojë e emisis që ka ndodhur pa miratimin të Ismailit dhe të familjes tuaj gjithë? Po, Okej. po të më kishte pyetur mua, vllai, Po? nuk do kishte arritur kjo gjendje. Po pse? Po vjen shumë keq, them prapë një herë. Po vjen shumë keq për gjërat që ka ndodhur me Ismailin. Okej. Se jam prind vetë. Dhe s'do doje besoj as si jeta e nënës tënde as babait rrezikohesh siç u rrezikoi. Asnjëri nuk doja që të ndodhte kjo gjë. Jo përveç atyre. Po edhe Hasmit nuk duhet të ndodhte kjo gjë. Po pse boja, po Hasm, ku i thuin Hasm? jemi tuart në Pse e bëri thot zonja? Pse bore, atë vjes lekët, atë më bëj mua, më bën pandir mua që të vdisja, mos kisha burrin edhe im edhe quni e djali, do ishe marruar. Ai ishin do gëzoshi do qeshit ju? A si? Jo. Ja, ba ju të nisja ashtu nisja jo. Për të gëzuar jo. Nuk e di Ajo unë. ka pat borë, Po. me kokë të vet, e ka pat borë për të trem jetmirin, për të Po. hakmarrë. Nuk e di për jetë mirë Po unë. to hakmar. Qa hakmari kishe, qa i bëj jetmiri atia? Po na plej qa kishim herë. A jetmiri po e man motrën tamam me buke, me ujë këtu, plesh pa e majnë motrën. Pavarësisht se motra e di shumë mirë si është. Motra jote është e gërsirë, më shpi. Po në të mbana bre për lërë që nuk di gjoti për vera. Asnjë nuk donte që të ndodhte kjo gjë. Do që ta nxjell live tani çfarë bën motra jote këtu. Për këtë bisedë me tyja, të kërkoj 1000 herë falje. Më vjen shumë keq. Nuk kërkoj falja si qika, si qikë në ratë për. Jo, çfarë? Jo, thot Tani, kërkoj falje. Por dëgjoj, më vjen shumë keq. Kërkoj shumë ndjes për këtë gjë që ka ndodhur me ty. Ilir, Unë kam marruar bisedën time. Ilir, si mund folesh tani? Më falë se do flas zonja vetëm një pyetje vetëm për lehtësi komunikimi. Si mund të zgjidhet Ilir që mos të ketë konflikte të tjera mes familjeve? Gjithse kusht mbaj përgjegjësinë penale për çka ka ndodhur, por mos të ketë agravime, situata të rënduara mes palëve dhe si mund të zgjidhet sepse është situatë delikate. Nga njëra anë ti ke vllajin Ismailin që është babai i 3 fëmijëve të Elidës. Jemi dakord? Po ka dhe një motër këtu. Ka dhe motrën që e ke këtu. Po. Përgjigjen do ta jap unë. Po, do të kaloj Lida me jetmirin në bisedë tani. Ja, jam unë këtu, po. Pas bisedës tyre që të përfundoj bisedën me këta, Po. atëherë do t'jap përgjigjen e fundit të kësaj. Okej, në rregull. Se kjo është përgjigja e fundit që do t'i. Okej, përgjigja fundit vetëm të lutem, sa më njerëzore, sa më i përmbajtur zoti Ilir, ashtu siç më ke rrëfyer që je njeri punëtor dhe njeri familjar. O vlla, më vjen shumë keq se ajo është nona e nipërit të mi. Nuk kam drejtun as të nërçmoj, as gjë. Unë duhet të flitet e vërteta ashtu siç është. Hakun, ti dëni, më fal. Se ajo shkatroi familjen e vet për të rregulluar jetën e vllait vet. Kush? Personi në fjalë. Nona e nipërit të mi. E shkatroi, po pse e shkatroi? O vlla, a ka dalë jetmiri me gjithë të lidën, ajo në të dy bashkë. Po, këtu jemi. Është vetëm Elida, jo Jetmiri. Se Jetmiri po mban fëmijë. Jo, do t'jetë edhe jetmiri. Okej, atëherë ta mbyllim 1 minutë dhe të marr prapë.
Të më folin, thoj mua ai çka po thonë ti. Biseda më fal për shqetësimin se të ballon. Jo, dhe më thoj mua çka po Atëherë thonë. fol me Elidën çka ke për të thënë derisa të vihet miri. Atëherë në rregull. Po, Lida me mbrëma. një brama, Si ja kaluat? mirë rafsh. Jo mirë? Më vjen shumë keq për ngjarjen që ka ndodhur. Po, 1000 herë më vjen shumë keq, se je prind vet, po, ashtu jam është. prind vet. Nuk do donte as kush me i ndodh kjo gjë që ju ndodhi prindjet të juja. Po, ashtu është. Asnjë nuk donte, edhe hasmi me qenë, nuk duhet të ndodhë kjo gjë. Po, Se jemi njerëz me të gjithë. Në rregull? po, patjetër. Ashtu është. Atëherë, të kërkoj 1000 herë në dies, për ngjarjen që ka porin vlla, po do të më kishte pyetur mua, po ai nuk e bori nga turpi që nuk e mante dot, nuk mund të komunikonte ai lloj me mua, se kishte hasë mos i thosha unë diçka, po unë do t'i jepja këshillën e mirë. Nuk e di si kanë qenë marrëdhëniet mes ju. Nuk e di si kanë qenë marrëdhëniet mes jush, nuk e di unë, andaj. Do të dalë të kjo, po të më kishte pyetur rim vlla, nuk do kishte arritur të gjendje me prindët të ju. Po, Dhe kisha parandaluar me kohë, po. në vend, direkt. Asnjë lloj gjë do të ishte për këtë gjë. Me akuzat që janë mohuar të Ismailit që s'kemi patër nimër në asë njarit, asë kërkujt, dhe me tanë që nuk mund të thuash në media, që të shohë e gjithë botë atyja, thuash që s'kemi patër nimër në asë kujt me forcat tonë. Nuk del do të thuash me të universiti, mundi që kanë dhënë të tjerë
Më dëgjoj mua. Fëmijët e saj. Për fëmijët e mi. Po. Për fëmijët e mi, ka punuar burri. Për fëmijët e tu. Po, ka punuar burri. Më dëgjoj mua ti. Shumë keq. Po pra, ja tani Po pse po flasun? me radhë. Tjetra. Po pra, dëgjoj, e mbarove tani e ka Elida. O ti. Një sekond, të Për lutem. fëmijët e mi ka punu burri im. Po. I ka majt. Më ka ndihmuar Majseli me motën tënde të madhe, nuk ja hedh poshtë. Vetëm ata dy veta, ti jo. Ti s'ke marrë të urosh i herë fëmijët për delindje. Ti jo. Edhe babi jot më ka ndihmuar, edhe Dilja dhe Majseli, këta të tre. Asnjë tjetër. Jo, edhe Martini. Po. Tani, Po jo që, më kanë, që të kanë ndihmuar. shiko mua, më kanë ndihmuar me raste kur kemi pas nevojë, po jo që të mi ke rritur, se fëmijët i kemi rrit vetë dhe ka punuar burri. Këta pa. Më kanë ndihmuar. Dhe jam shumë faleminderuese. Nuk po i hedh poshtë. Muziku ka pat nevojë Ismaili. Po, më kanë ndihmuar. Po, ama ti jo. Dilja të kjo çështje që nuk mund të thuash ti në mendje që nuk kam patë ndihmën askujt. Më ka thënë për shtetin apo ka thënë për individin? Duhet të ta, unë si zëzajt mirë të miqtë të tem të vërtetën. Pra, Unë po them pra, më kanë ndihmuar babi jot, më kanë ndihmuar mota e madhe dhe më kanë ndihmuar vllai i vogël. Po pra, për këta duhet të Po, ta po ti jo. që të them unë. Ti jo. Këtë gjo. po ti Iliri i ke ndihmuar? Jo. Ja, nuk i kam vendim, Po. nuk i kam vendim për arsye, Mhm. për arsye që të ecë për para vetë. Po, shumë mirë. Se po të penalizohet personin e fjalë që japësh nim, nuk del me punu pasaj rrugë. Okej. Për Po, këtë i keni thënë që hajdeni punoni. Sa për personin në fjalë që të thuash nuk ikte jashtë, Po, nuk ikte jashtë, sepse, më dëgjoj mua, i ke thënë ti hajde në Belgjik, bravo. I ka thënë Marceli, Isufi, i kanë thënë motra ime, vllai im, i kanë thënë hajde, rinte një muaj, gjysmë muaj, vinte në shtëpi. Nuk vajti as në Greqi, as se ti nuk erdhi. Nuk e la shumë, sepse, jo nuk e la shumë. Jo se nuk e la shumë, po ai nuk punon të jashtë. Pasaj mund të folesh ti për këtë Po, çështje. po nuk punon të jashtë. Ai rinte vetëm në Maqedoni edhe në Prenjës punonte. Nuk donte, se nuk kishte nervat punonte. Kur e kam kërkuar telefon ton, që kam folën telefonin ton të vi në Belgjik, ti ke thonë që nuk rri pa burrin. O, po. Ta vjen zorët. Jo, më vjen shumë keq. Ai, Duhet thonë e vërtet ashtu si më çon. dëgjoj mua. Ai ka qenë dhe në Greqi me motën time dhe me vllain tim, dhe ai ka ndetur gjysmë muaj dhe ka ikur. Jo po pronari, jo po ky bënte dhape, gjinte justifikime të ndryshme se s'kishte nervat punonte, nga smundja që kishte, kupton? Që për të cilën mirë edhe kembin. Jo, se nuk e linje të rahat. Po, Nuk po. e linje të rahat. Po, ashtu nuk e lija unë. Të lutem, më dëgjoj. Pastaj unë do të dëgjoj telefon shumë mirë. Ai nuk ikte vetë, i thoj, Se? Do stravoj një marë, po, edhe atje në ikte akuzmi tjetëri. çfarë? Vete me qërake tjetëri, Po, vete me qërake tjetëri, Po. nuk dohet por fjarë këtë tjetëri. a, Nuk mund të folesh ti në tokën tonë si që s'është për të folë. më dëgjoj mua. Atje ku më çoj mua ajo të motër, se ajo e dinte çfarë njeriu ishte, atje nuk rishte sepse ai më dhononte fëmit mua. ishte Qeragjiu. Qeragjiu ishte shumë i keq, na rinte një kohë. Më dhononte fëmit ai mua. Për ai nuk nejta atje. Po vjen shumë keq. Të lutem. Ma të gjatë e fund, apo nuk të të gjoj, se po la punën mes për të marrua këtë Po, bisedë. po, Jo, kjo puna po e lën mes, shiko po e lën mes për shkak të vllajt tënd dhe po e Po. lë dhe duhet lënë për shkak sepse edhe ti ke qenë i ndinjuar për dhënë reagimin jo se tënd. po e le se Kjo për qefin situatë zoti Ilir, sigurisht ka nevojë ta lësh punën që të gjendet një zgjidhje dhe mos të shkojë përtej dhe mos të agravohet. E po e përsëris. Duhet të keni pjekurinë e nevojshme dhe mençurinë e nevojshme të gjitha palët që të gjeni një zgjidhje. Do të dam me çdo lloj muhabeti të dalë të saktë. Kjo nuk ka nevojë për forcë edhe për arrogancë. Kjo histori, të lutem. Do
duhet më dëgjohet edhe mua fjala ime. Patjetër, po mos e thuj këtë, të lutem, mos e thuj këtë po lë punën, se po e lë punën 10 minuta për të sqaruar dhe po flet në emër të familjes tënde, Klogjeri. Po më ndërpret o vëlla, po më ndërpret, po më le të mbaroj bisedën. Po pra, po me bashkë bisedim, ti ngre një çështje, ajo do të përgjigjet. Ajo ngre një çështje, ti do të përgjigjesh. Faleminderit. Po. Në çështja e qeras në Imar, i ngëjti akuz tjetër, se i foli tjetër i fëmijëve, i janë të veqe. Po hirë të ujë, dukëra që ishtin të qenit tjetër. Tani, Zoti Ilir, qa lidhje ka kjo me ngjarjen e fundit që mos shkojmë, të lutem, një sekondë zonja Elida, të lutem. A mund të rrim pak e kjo ngjarje që është e rëndë që ka rrezikuar jetën e 2 të moshuarve? A mund të flasim për këtë? Mos flasim se një sekondë, jo, të lutem, jo një sekondë, lutem. Ne nuk mund ta bëjmë këtë diskutim për me nxjerrë sekrete familjare të cilat nuk lidhen me ngjarjen. Qa lidhet me ngjarjen do doja të flisnim, se qa ka pas mosmarrveshje, hatërmbetje, kunata me kunatën e me radhë që nuk kanë rrezikuar jetën e njeriu, këto janë çështjet e tuaja edhe juaja dhe s'ka nevojë, besoj unë, ti di askush. Qa lidhet me ngjarjen? Qa lidhet me qa mund të bëjmë të 2 familjet për t'i dhënë zgjidhje? Kjo e jotja për ndihmën e sqarove që edhe Elida e pranoi që kanë dhënë ndihmë. Dhe motra jote Himarës dhe 2 vëllezërit e tjerë të tujt edhe babai. Dhe babai. Pra këto janë gjërat që janë me rëndësi. Edhe po them që për punë nuk e kam ndaluar unë. Të lutem, flasi Iliri, po. Nuk mund ndishe mirë për fjallet që folin edhe zonja. Që s'm kanë ndihmu njëri. Po tani të dalim të çështja e vllajt. Po. Iku kjo. Dhe çështja e vllajt, sa arrinte dhe këtu puna. Po. Vaj tani është i kunatit. Po. Është i kunatit. Ai do të marrë përgjegjësi për këtë gjë. Se nuk doli të flasë ti se është fajtor. Tani fajtor moralisht apo ka punë vepër penale? Fajtor që e ka çu kunatin me këtë gjë. M'fal, a është fajtor moralisht apo ka punë vepër penale? Është fajtor që ka shkatruar jetën me motrën vet. Okej. Le dalim. Hajde për jetë foli. Ha? Hajde. Do të vish? Jo. Ha? Të vina, jo të qëruat me ta se unë nuk ka se e ka marrë me zërë, e ka rëndi. Jo, nuk do, jo të lutem, nuk do motra. A do motra jote? Sqaroj? A do të qërosh me gjithë. Jo, nuk do. Jo, i me motrë nuk ka për qifar të dali, unë kisha punë me ajetin. Kaç pra s'dun. Jo, ai thotë që unë nuk e marra me zërë. Nuk e ka marrë me zërë, e dëgjove. Le të thot motra që se ka marrë me zërë, thotë. E ka marrë me dëshirë, sepse janë të rritur, nuk janë minore. Pra, unë një gjë s'kuptoj. Ju s'keni të qenë gjithë 2 familjet pro. Tani pse është fajtor ajeti për ngjarjen që ndodhi me prindërit? Ai lir me prindërit. Ajeti është fajtor se ka shkatruar jetën e motrës vet. Po pse ka shkatruar? Sepse mori atë thotë, ndaj. Okej. Që mori motrën e këtyre. Okej. Këtu është fajtor ajeti se nuk do të kishte, po mos kishte ndodhur kjo gjë me ajetin. Po mi më çfarë të bëjnë, ata e donin njëri tjetrin. A janë të 2 të rritur dhe motra jote dhe ajeti, a janë të rritur, a janë madhore, a janë përgjegjshëm? Ata e din vetë çfarë bëjnë. Po dha nuk janë për njëri tjetrin. Bravo, nuk janë. Po mirë. Shumë mirë, do i zgjidhim Jemi ato. në 2025-ën, a mund t'i ndikojësh 2 të rriturve se kush me këtë do dashurohesh e me këtë do lidhesh? Po dha, veçëm kjo miqësi mos kishte ndodhur në këtë kundër. Po mirë, do të bëj një pyetje zoti Ilir, a i justifikon misia e pamiratë, një sekondë të lutem, vetëm marrë dhe do t'ja bëj të dyve. A justifikon misia e pamiratuar nga 2 familjet aktin e rënd të tentativës për t'i vrarë 2 të moshuarit? Dhe për t'i vjedhur, po. Kaq du me ditu nga të 2 palët? E mblodhi. Ilir. Që ka marrë 2 të moshuarit kanë ardhur për çunit vet. Po a justifikohet kjo gjë? Jo. Jeta e njeriut me një misi të pamiratuar nga familja? Se jeton dhe në Belgjik. Atëherë, të thashë edhe herë, unë kërkoj 1000 herë në pjesë për këtë gjë që nuk duhet të ndodhë. Pra.
Ismaili e ka bërë pa nejtë të keqe, e ka bërë veç për hakmarrjen e jetës. Pa të keqe duke rreziku. Me pleshtë, ai s'ka patur as një grindje me pleshtë. Okej, pra Ismaili sipas teje dhe informacionit që ke, ka dashur t'ia rrezikoj jetën prindërve të Elidës dhe vjerëve? Kaq. Ja, Ju si familje të Ismailit dhe vllai Ismailit, a e dënoni aktin e rënd që ka bërë sepse ata dy pleq sot s'do ishin gjatë? Po, nuk do ishin. ai vetëm se ka dhënë medikament për t'i bërë në gjumë, jo për t'u marrë jetë. Mbi doza e valiumit, Ishte për t'u- mbi doza e valiumit të shkakton vdekje, ti e di këtë gjë. E di mirë. E punën e Vetëm ato dëgjosh. Po të dëgjoj, po vetëm të rrim aty ku është tema dhe ke gjërat e rëndësishme. Mos na çon himar më, të lutem. për 5 minuta. Jo, nuk qoja se gjo, vetëm këto gjojt edhe do ta mbyll. Do Patjetër. flasë një fjalë të fundit edhe Po. Anaj. Kjo është fajtor ajeti, që po të më kishte pyetur mua, jo vlla, nuk do kishte arritur kjo gjendje. Dhe kisha mbyll çështjen shumë qetë, shumë pasë pa debat e pa si gjë. Si do e mbylli? Unë do ta mbylli shumë qetë këtë gjë, këtë çështje. Si pra si? Ti do ta thot vllajot si do ta mbyll. Ti zotri, po më shkatron jetën mua, për të kriju jetën tonë, atëherë që mos kemi debate, urdhë me motrën, ja pa sharin motrës tonë me gjithë kalamar, ti pun tonë, unë pun tim. Kaq. A do Që ti mirë të më qafë, ty prindet të ajetit. Më vjen shumë keq. Lali. Që arritëm plesht të ajetit me këtë gjendë. Okej. Tani ti Fajtor është ajeti. Okej. E morim qafë motrën e vetë, e shkatroj jetën. Po mirë, vllajot kanë e përgjegjësi? Ismaili? Tani Ismaili me këtë çështje që po të më kishte dëgjuar mua, Ismail, po të më kishte pyetur, jo po të më kishte dëgjuar, po të më kishte pyetur, po ata se mande do turpi, për naj s'm ka pyetur. Se kisha hanë se mos e thosha unë diçka, po unë do t'i flisja për të mirë, po të më kishte marrë këshilla të mia. Që mos harrinte të jetën e pati shumë mirë përpara. Po e morim qafë kunatin. Okej. E bori kunatin këtë gjë, s'kishte drejt ta prekte me dorë fare, për gjëra që ndodhën, që të shkonte ta qëllonte. Okej. Anaj. E mirë të motrën, urdhë majte motrën. Okej, të ndaheshe me Elidën prap. Me pak fjalë ti ke sugjerimi jot, po të pyeste ty është të ndaheshe me Elidën, Ismaili. Po. Okej. Po. Në rregull. Çdo njeri sikur të pyesi nga familja ime. Po për çdo gjë, gjithë pjesëtarët e familjes time për këtë çështje përgjigjem. Për këtë çështje. Njëtë përgjigje do marrin, këtë përgjigje që jam të vonë. Okej, në rregull. Nuk e ham të turpi me bukë. Po kush është? Nuk kanë faj plesht Po. të ajetit që të Edhe harisin fëmijët me nuk këtë kanë gjendje. faj, edhe fëmijët. Po dhe fëmijët thotë Elida s'kan faj, as fëmijët e Ismailit dhe të Elidës nuk kanë faj. Që bari këtë gjë. I lath mi të rrugët, i As lath. fëmija s'ka faj. Po fëmijët i ka marrë në qatë ajeti Mirë. gjithë Dakor. elitën. Sepse Ajeti. vëlla e, ti po e të gjë. Kjo ta ngujtë e zorë. Ta ngujtë e qeshtë, ndet, dalë ti ku vete. Po mirë. Merë tjetëri me zorë në shpim. Dakor pra, vllajot kanë, të lutem për familjen tuaj. Vllajot kanë ai përgjegjësi Për çfarë? për ngjarjen e fundit që ka ndodhur. Për atë që ka bërë. Për atë, ai kërkon ndjes me sa kam dëgjuar unë që nuk ka dash ta bëj me qëllim. S'ka dash. Domethënë, ka dash valiumi dhe vjedhja e lekëve. Ka bërë ndonjëherë tjetër vepër penale të kësaj natyre vllajot në dijenjen tënde? Atë, Po. nuk mund të për këtë gjë për vjedhjen e lekët. Okej, pse? Edhe jetën dhe që ka bërë. Lutem. Përse jo? Ta marroj pyetjen. Po pra, po përse jo? Ti më ma thuj përse jo? Atëherë ta thotë vllajot. Ai mund ta ketë bërë këtë gjë që e ka menuar me vetë. Po? Se masë që po kuptoj unë, aja ka bërë që i ka marrë lekët, masë u ka dhonë vëllju, që bova ki kur të theshe kjo zotnia, Po?
mos ua hiqte lekët pleqet nga xhepi, Po? edhe të thoshte që i ka vjedhë Ismaili, si ky ka thonë që unë do a jipje prap lekët. Ai ka thonë që ç'është Ismaili? Jo, nëna e Lidës thot jo. Tani, këto që thua ti, janë mendime... Ismaili. Të lutem. Po them për Ismailin. Kjo që një sekond pra, kjo që ti po thua tani është mendimi jot, hipoteza jote, apo e ke të biseduar me Ismailin këtë gjë? Jo, s'kam asnjë lloj kontakti me Ismailin. Të lutem. Mas e kam dëgjuar për këtë që kanë dhënë në media që ka Zoti i lirë, do flasim vetëm për çfarë di ti për Ismailin. Ti nuk mund të marrësh përsipër të flasësh për Ismailin. As e Lida për Ismailin, as për Ajetin, të lutem. Nuk marr gjë përsipër për Ismailin, po me sa kam dëgjuar që ai ka thonë, e kam marrë lekët me aksy prap. Po ti valiumin për të vdek? Që ka bërë ai studimin e vet. Po nona thot po valiumin për të vdekur. Po si mas studimit tim, ai ka marrë lekët që mos u humje lekët, edhe mund të akuzosh që i ka vjedh lekët, që nesër pas nesër që ti pagun të ky nga xhepi. Nuk e kuptoj logjikën. Nëna thot nuk është dakord me këtë po valiumin, thot që do na merrte jetën, apo jo? Po. Me gjeti që unë gojnë me shkum. Jo, që më shumë keq. Ka nejt motra 3 në spital. Marrën e jetës për valiumin. 3 net s'ja përmendur babi. Nuk jam përmendur. Kjo është faj i djalit vet. Para se të ndodhte kjo gjë, si ka patur marrëdhënie me Ismailin para se Po pra, tani si keni pas marrëdhënies? Me mua. Para se të ishte misia, po. Para se të ishte misia. Kishte probleme të veta në shtëpi. Kishte acarimin e shtëpisë, kishte edhe dhundat me kishte. Kishte, po masi ndodhi kjo, u bë ma keq. U bë ma keq, bas misis. Mas misis u çmend fare. O zoti i lirë, prisja vetëm që të kishe një lloj reflektimi familjar dhe ta pranoj që vllai jot pavarësisht se nga arsyeja se nuk i ka vrarë njeriu skënd, të pranoj që vllai jot ka bërë gabim dhe është e patolerueshme të tentosh qoftë edhe duke mos e menduar mirë të bësh një veprim të tillë ndaj dy të moshuarve dhe ndaj dy të pambrojturve. Ka bërë para mendim këtë gjë se po të kishte marrë këshilla ndaj të tyre. Fëmijët dëgjoj pra tani. Po pra po boje përgjigjes për atë që ka bërë se fëmijët dhe të moshuarit nuk preken dhe në luftë. Besoj ti këtë e di që dhe në luftë fëmijët dhe të moshuarit nuk preken. E di besoj, dhe e di shumë mirë. Unë nuk mund të flas si të ta them vëlla. Të marr përgjegjësinë nga tjetër, se çfarë ka menduar tjetri. Po pra. Mos çfarë mendoj unë. Po pra. Mendoj që është për fajin e punatit. Po pra ti bën fajtor vetëm të tjerë dhe ai që ka bërë veprimin më të rënd për jetën nuk e bën fajtor për asgjë, apo jo? Është i saktë, domethënë ai. Tani Vetëm për punatit që ka bërë punati që gjë nuk ka mbajtur të turpin ndaj vetes. A mundet Po të kishte pyturim vllaure, si t'ja bën këtë gjë që nuk ishte arritur kjo gjë. Okej. Se e kthej këtë gjë sikur më shumë pritet të mirë, se edhe mos më vjen mirë. Okej. Tani pyetja ime në fund që mos ta zgjasim. Si e zgjidhim? Unë për mendimin tim, që që mos arrinte kjo gjë deri këtu, duhet ta kishte mbyllur e shoqja me kunatin. Okej. E kuptova tani. Mos shkojmë përsëritje, the këtë, të lutem. Dakor. Si do ta zgjidhim në vijim? O zoti i lirë, si do ta zgjidhim në vijim se çka ka ndodhur? Unë dëgjova mendimin tënd dhe të dëgjova me vëmendje arsyetimin se kush është shkaku. A mund të gjendet një zgjidhje? Po? Zonja aty ka marrë qafë fëmijët vet. Se të bullizojnë të tjerët në shkollë, çfarë në të i thonë? Në qafi mori jati që i zori turpin. Qa e mora në qafë? Unë do marrë vendimin e duhur për...
mori, i la në rrugë. La pa. Nuk i la shumë që po marrë të vendim, unë dhe e marrë. Të bje në ftyrë. Të bje në gjoksin. A nuk është e njëjtë? Atëherë, ku duhet dalë unë? Duhet dalë që faj është joti edhe të vllai. E kuptum, pra ti Pra ndalimi fare ka qoni joti me abot të vllai. po se ka bërë pra do të thotë se është i pjekur dhe thotë është e pamjaftueshme për ta kontrollu vllajin sepse merr vendimet vet. E di se kush veta jo, nuk e din. Edhe unë i pata thonë, ti jo. Një sekond, zonja thotë, unë i kam thënë që jo. Jo, mos e merr, se mos bën një to gjë. Okej, mirë, zoti Ilir, e mora dhe mesazhin tënd, edhe e kuptova dhe Nuk e tham në që merr edhe bën to gjë. Sa doj marna? Po normal që mena do rri. po. Edhe në spatën time nuk ka për. Po. Dash ta nxjerrim për jashtë. Okej. Në rregull dash. Ismaili ka marrë qaf njëri? Një sekond të të bëj një pyetje. Ismaili ka marrë qaf njëri? Edhe një sekond. Po jo pra mu përgjigj më. Dalëm këtë gjë. Nëse pas nesër. Me i do diçka Ismailit në burg. Në burg. Duhet dalë me këtë gjë. Po? Që ajo do shkohet nesër pas nesër me fëmijët e vet. Okej. Po baba mos a bënte fëmijët këtë. Sepse Ismaili nuk është një nga zemra. Ah. E persona i Edhe na mendja gjithashtu. do japë përgjigje pastaj fëmijët e vet. Do me thonë, Ismaili ka probleme me zemrën, po? Me mendjen, me të... Okej, tani, Me zamër jemi me mendje. Okej. Të lutem, ta mbaroj pak jeta pak djalit telefonit, të lutem, zoti Ilir. Kush do ta mbaj përgjegjësinë nëse i ndodh ndonjë gjë Ismailit brenda në burg? Okej, tani, po për përgjegjësinë për dy të moshuarit, kush do ta mbaj përgjegjësinë? A ta mbaj ajeti për që Ismaili i helmoi me Valium dhe ju mori lekët, ha? Po ma i ajeti se... Si zot dalin, po kjo është fakt të thot policia. Që e thot policia, e thot nëna që është dëshmitare. E kanë gjetur i lekët, e kanë gjetur i lacët. E ka pranuar dhe vetë. Ismaili. Okej, ja kanë gjetë. Ja kanë gjetur. Ismaili atë. Po ti s'mbana si përgjegjësi, ti thua Ismaili mos mbaja si lloj përgjegjësit mbaj vetëm Elida me ajetin. Çfarë ka jeti? Jeti ari pe ke dien për shkëpo. Desh mos të pa mua jeti. Desh jeti vdekur e thot. A jeti jeti gojë me shumë e thot jeti. Çfarë ka jeti? Zonjë, urojmë. Shiko, gjithë gjëja është të gjejmë zgjidhje se të dy palët jeni të ngarkuar. Po Ata nuk e pranojnë dhe nuk e pranojnë. Fëmijët i kalon rrugës, dhe di që plesht, që volli lekët nuk e pranojnë. Ti mori lekët mua, gjitha Shiko, zonjë do ta zgjidh shteti, edhe Iliri ka mendimin e vet. Sa për bollizimin e fëmijëve e bëri jati, i lakmi të rrugës, e i thonë një çuni një hajduti që helmosi pleshti kanë thënë fëmijëve të shkolla. Nuk e bëri Elida, se do ndahet nga Ismaili. Elida po i shpëton çuni nga Ismaili. Çuni e pe ke dien të bëj mua. Mos kisha çuni që të gjë vdekur.